Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rruga që lidh Shëngjinin me Velipojën është gati për sezonin veror. Kryeministri Edi Rama shpërndau pamje nga rruga e re. Projekti pritet të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen në këtë zonë turistike dhe të nxjisë zhvillimin ekonomik të saj. Ai është pjesë e programit të qeverisë për modernizimin e infrastrukturës rrugore dhe planit për rritjen e potencialit turistik të Shqipërisë me një investim me vlerë prej 3.8 miliard lekë në një gjatësi prej 15 kilometra. 1.3 trilion euro transaksione janë kthyer në monedën europiane vetëm në 3 muajt e parë të vitit në Shqipëri. Të dhënat e Bankës Qendrore të Shqipërisë konfirmojnë se kjo vlerë rezulton se është rreth 20% e lartë se ajo realizuar në të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërkohë që në total në periudhën janar-mars janë kryer rreth 81.000 transaksione. Nga të dhënat e Bankës Qendrore konfirmohet se marsi ka pasur nivelin më të lartë të transaksioneve në numër dhe në vlerë, çka lidhet dhe me numrin e lartë të turistëve që kanë ardhur në Shqipëri gjatë pranverës. Zyra e rregullatorit për energji në Kosovë miraton rritjen e çmimit të energjisë elektrike me rreth 16.1%. Me 5 vota pro dhe asnjë kundër miratuan tarifat e reja. Kryesuesi i bordit të Zyrës së rregullatorit të energjisë, Ymer Fezullau, tha se nga 1 maj i këtij viti të gjitha kategoritë e konsumatorëve do të paguajnë energjinë elektrike me një rritje prej 16.1%. Bordi miratoi dhe tarifat për shfrytëzimin e rrjetit të transmetimit të tregut, të cilat përcaktojnë kosto për transmetimin e energjisë elektrike, dhe tarifat për shfrytëzimin e rrjetit të shpërndarjes, që lidhen me shpenzimet për shpërndarjen e energjisë nga rrjeti i operatorit të shpërndarjes deri te konsumatori fundor. Atëherë konstatoj që me 5 vota për aprovuan tarifat me pakicë për konsumatorët me shërbim universal, siç janë përcaktuar kriteret në legjislacionin primar. Gjithë konsumatorët që kanë të drejtë më furnizu me tarifa me shërbim universal janë konsumatorët shtëpiak ose më pak se 10 milion dhe më pak se 50 punëtor. Pra janë këto dy kategori që kanë të drejtë të furnizohen përmes furnizuesit me obligim shërbimit universal KESCO. Qeveria e Maqedonisë së Veriut arrin të realizojë vetëm 10% të shpenzimeve kapitale për 3 muaj të ardhshëm, nga 47.2 miliard denar të planifikuara në buxhetin e këtij viti për shpenzime kapitale deri në 8 prill. Ja realizuar 4.49 miliard denar. Të dhënat janë konfirmuar nga Ministria e Financave, Gordana Dimitrieska Koçoska. Ajo shtoi se realizimi në këto nivele është për shkak të kushteve të vështira atmosferike. Janari dhe shkurti ka qenë shumë i ftohtë dhe siç e dini një numër i madh i shpenzimeve kapitale janë të lidhura me infrastrukturën. Presritje të realizimit në muajt e ardhshëm, tha Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut. Bota. Shtëpia e bardhë ka njoftuar se Kina tani po përballet me një tarif deri në 245% me importet në shërbas si rezultati i veprimeve të saj akmarrëse, një tjetër për shkallëzim në një luftë tregtare me 22 ekonomive më të mëdha në botë. Tarifa e mundshme është më e lartë se sa u deklarua më parë dhe u referua në një fletë faktesh të publikuara nga Shtëpia e Bardhë të martën vonë. Ajo shoqëroi një urdhër ekzekutiv të nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump që nisi një hetim mbi rreziqet e sigurisë kombëtare të paraqitura nga mbështetja shërbas në mineralet kritike të përpunuara, të importuara dhe produktet e tyre derivate. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Lin Yian, u pyet për normën prej 245% në një konferencë për shtyp të mërkurën. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.